Ja ku jemi pra bashkë, ndërka që tani është koha të bashkëbisedoj me musafirin tim për sot. Me mua këto afër është Veton Zuka, shumë nga ju e veç se mund ta njihni, ka shumë vite në gastronomi, gjithsesi do të ndjekim pak nga rrugtimi i tij, por edhe tek pjesa e kohës së Ramazanit, meqense ndikon në një formë apo tjetrën pikrisht gjithë rutinat që gjitha restorante dhe jo vetëm kafet e kështu me radhë e bëjnë gjatë vitit, ndërka që ky muaj i shejt, po besoj që sa do pak edhe e bën atë ndryshimin. Veton, mirë se erdhe, është kënaqësi me të pas këtu. Përshëndetje, faleminderit për ftesë. Ne paraprakisht e patëm një kohë të shkurtë për të diskutuar, po gjithsesi po kthehemi pak më rapa në kohë, në vitin 99. Para dhe pas luftës, si shkurt për të kuptuar ndoshta edhe për t'i rumbullaksuar gjitha këto vite punë. Kështu, kom fillu shumë herët, realisht shumë i ri me punu, domethënë në gastronomi, të njëjtën kohë dhe në studime, përndryshe studime i kam fizioterapinë, e kam të kryme, po të njëjtën kohë dhe të punu... A ke punu ndonjë ditë si fizioterapeut? Po, kom punu pak, kom punu kërë kom kry shkollën e mesme, edhe po i bësha dy puna, edhe ditën edhe natën në gastronomi. Tani fillova studimet, punën realisht e lash se u duft me i kry, me vazhdu me studime, po punoj isha në gastronomi. Edhe tani nuk se di, ma shumë e gjeta vetë në gastronomi, edhe pse i kryva studimet në ko, edhe vazhdova, du më thonë, realisht i bjen prej 99 të kështu ma official, si kamarjer, pas taj në Bambu kom punu, menager në 2006 e kom hop vetë. Nese me partner, normal, edhe prej 2006, realisht atër e i bikit, nëse s'ga bëj dikon 24 vjeti ka i bjen. Edhe, do më thonë, deri tash nuk jem nalë në për etapat ndryshme, në për faza ndryshme. Edhe mirë, përgjithësi ka shku mirë. Ka pësu ndryshime gastronomia? Po, ka evolim kuptimin shumë të mirë. Ka levizit koncepteve, ka jetanotës, restoranet, ushqimi, shërbimi, gjithë shka, do më thonë, gjithë qysh është ma mirë se që ka qenë, sidomos 99 në 2000, jo që ka qenë atëre keq mirë, po për kohën që ka mujtë me ofru edhe produktet që ke mujtë me i pas në treg, kështu që tash është gjithë shka është ndryshe, edhe konkurenca është jashtëzakonisht e madhe, dhe realisht dush bagi me menu, si koncept që ka po dënë, ose në për shka po dënë me zhvillu si gastronom. Po më përgjësi, unë personalisht, më banë si vesh që musafiri thiron, do me thunë, kretë periudat e mira tjetës tem kanë qenë gastronomi edhe vazhdoj edhe tash me i pas, kretë në ato fazat e veta, si 24 vjeqar atëherë si me u bo kushtimish për thëmë ndërmars, se u ka qenë si fillimet të ndërmarsis atëherë për mu, u konë ma shumë entuziazëm se diçka që ka po dune me bo, që ka po dijune me bo. Edhe po të mësu, njëtën kohë të mësu, të marrë vendime, të mësu, shumë herë dhe të gabume. Pikrish, po nga gabimet edhe... Po qajom ka pjek shumë, po. Edhe mirë, ato faza kanë qenë trinis, edhe po tu rritë, tu e sofistikua dhe vetë si profesion, edhe tu analizu dhe kërkesat e tregut, edhe tu po dhe jashtë që ka po ndodhë, dhe që ka po jepin, që ka po ofrojnë, edhe realisht tani vesh, sidomos 3 vjetë e para, kom pasi jashtëzakonisht shumë sukses, edhe tani me krejt që ato jo më bëj investimet tjera në koncepte tjera, që edhe ato kam pas sukses, nuk mëj me u anku, normal, çdo etape ka up and downs të vetën, po në përgjithësi ka qenë shumë mirë. Kom zhvillu koncepte ndryshme për Prishtinë, për krejt, që realisht janë marrë edhe si shembull, që krenona bagi, edhe mirë ka ecë, tash e kom prek jetën e natës bagi gjatë, konceptet e ditës, tash veç, mos thëmë tash i kemi bo do vjetë, edhe normal jemi tash në tranzicion e sipër. Tranzicion në kuptimin e mirë të zhvillimit, edhe tash pak ma shumë ka restoranat, ka coffee shopat, in quiet way, daily basis ma shumë, edhe mirë, përgjithësi mirë. Po mirë, cila është një sfidë që ka qenë dhe vazhdon tjetë për gastronominë në vendin tonë?
Ka shumë, është mas parë nuk janë të shtrume shumë mirë edhe në kuptimin edhe ligjeve, edhe suportit në përgjithësi të shtetit, institucioneve të përgjithshme, sidomos për start-upa dhe për fillestar, ose çka do që i hap diçka, realisht ka pak e hiq ndimes, ose mos thëmë fare, që është një prej sfidave kryesore të zhvillimit, ose hapjes në biznesit në sektorin e gastronomisë. E që realisht është jashtëzakonisht sfidë e madhe, se investimet janë shumë të mëdha, ndihma është zero. Nuk e din, tash është një, muj me thonë një prej ndihma mundet me qenë kjo super puna, mirë po ki problem me punëtor se janë do kritere që duhet me i plotësu edhe realisht nuk më rinë me shfrytëzu që ato. Po ajo po mendoj që shfrytëzohet shumë pak. Për ndryshe sfidat janë përgjithshme, janë e ki të fillu prej shpenzime fikse, për shembull rrymën, ujin, qirajat janë veç private, gjithçka është ma egzagerume dhe ka shpenzime shumë atë mëdha se që ti mundesh me i plasu çmimet e tua në treg. Se cilat janë të paregulluara me ligj, se po të kishin qenë, kishte me qenë ndoshta pak më e lehtë. Po, për shembull, ka programe fiskale që mundet me u liru, të zonë. E paraqet investimin me konë të lirun prej taksave, një periudhë caktuar, pezom një vjet, punëtorët me t'i hek një vjet, ose çka do tjetër, ka shumë, po. Po ato nuk ekzistojnë dhe kështu që me të vërtet është një sfidë shumë e madhe. Edhe kryesisht varun prej bankave, edhe tash sot mundesh ti me shfrytëzu që ato. Kështu që është sfidë, me të vërtet është sfidë, po sidomos për fillestar ose njerëz që nuk janë marrë me këtë lami ma herët, mos tëmë, i kësha propozu mos me hiane. Mos me hiane, ja? Jo, nëse nuk e njef është problem. Tjetër është me qenë si investitor edhe ki njerës edhe dënë dikush, ajo është different story, është kretë diçka tjetër mirë, po nëse nuk je marrë me këto është, s'pëdi, unë për veti nuk isha... Veç të menë, po thu që s'kide. Jo, po, sidomos diçka që nuk e njef. Po, se e përmende që ke fillu shumë i ri edhe normalisht gjatë rrugtimit ka pas edhe gabime, nëse guxojmë t'i quajmë kështu. Qa duhet me pas diçka për të pas sukses në këtë lami? Duhet Duhet me llogarit që sakrifica kryesore është koha, e që potencialisht kanë me të kalu 16 këtë procesin ditor të kësaj. Nëse dënë me pas sukses është një kontinuitet që të na që thoi nëse s'ki sabër është bajagi problem. Nëse s'ki durim edhe nëse nuk e dënë so duhet. Dush me dash shumë, dush me i dash njerëz, dush me dash shërbimin, dush me dash si profesion. Nëse nuk e fillit që ashtu që ti dënë me e pa pezom, nuk është esenca veç me e pa salën, për shembull të restoranit full edhe, po është me ndje që ato që njerës janë që aty, me i një që ato zhurma, që ato janë elemente që nëse nuk i dënë që ashtu... Me u knasë tu i pa tjerë tu u knasë, me fjallë tjerë. Edhe po, bashkë që ashtu. Kështu që për sakrificës, këthimi investimit është jashtëzakonisht i ngadalë shumë edhe ato nëse s'ki hapësinë edhe s'ki durim me prit, edhe ajo është një prej sfidave kryesore, po dush me di që po dënë. Tash sidomos, tash ka ndryshu gjonat shumë, jena me një epokë që në perëndim ka qenë shumë ma herë, dhe më thonë, ndarja e koncepteve, me ditë çka po dënë ti, ku po dënë me targetu, çka po dënë me targetu, të na ka qenë një mix i llojit vetë të koncepteve, mu i me thonë një 15 vjetë e fundit, që realisht nuk dishe ku po hinë. Tash apo hinë në restoran, apo hinë një bar, apo hinë një cocktail bar, apo hinë një coffee shop, apo hinë... Mix koncepte, po. Edhe keni lera mani, nuk po thëmë që s'kam punu, se ka funksionu, po unë e kom ditë që ka me orë që kjo ko
që me ditë ku po dënë me shku. Apo dënë me hi një vend që ka postat mira, po dënë që ka koktelat mirë, që është jeta e natës e zhvillume që aty, që ka mishnat e mirë, ose qka do tjetër, në njërë që me ditë ku po dënë me shku edhe zgjedh, edhe me familje, edhe me shok, po shkojna me hongër sushi, po shkojna me hongër Italien në natë. Apo dënë, me thonë, tash po shoh që veç po ndrohen, është orë që ajo, është shumë sen e mirë, se e din që apo dënë. Edhe vetë investitori, edhe gastronomi, po menoj që e ka bak ma let me vendos ka po dënë me shku. Tu i marrë edhe me i pa kështu zoom out, po përmendi këtë shpreje, edhe me i pa gjitha këto vite, të ka lodhë? është punë e lodhshme në... A di që shko, unë bile që ta shemë halon investime. Po. Realisht je gjithë në investime. Po. Edhe, po, ka periuda që thu pse... Mas pari a jemi den për qëto, se është për me është sfid. Edhe është lodhje fizike, psiqike, emocionale. Po je gjatë gjithë kohës, me njerëz, me shërbime, me punëtor, është... Ton ko up and downs. Po. Edhe financiar, edhe me punëtor, edhe me qmime, edhe me... Ka shumë elemente që din me të rëzu. Din me të lodhë shumë. Po. Po prap po këthena të ajo, nëse dënë, për me i kalu është shumë e letë. Më ka shkumenja në herë me thonë, me lonë krejt, po më duke që thësha nuk di me bu diska tjetër. Diska tjetër, po. Edhe pse kam një profesion onash. Të flajt. Po, jo, me të vërtet nëse nuk e dënë, mës është problem. është problem se ki sakrificë familjare, ki sakrificë, tash mos e po folëm për personale, unë tash Ela qika i ka 4 vjetë të gjysë ndodhë që e nëzo e lo flajt, edhe këthena ajo prapë është flajt. Edhe është një pisfidave. Pa tjetër që po. Gjithsesi, gjatë këtyre viteve, ka ndodhë, ka rezultu që jemi mbyllë si botë, si ruzull të kësor, për shkak që pandemie. Sa ka ndikuar e marrë parasysh që njëra prej fushave më të prekura ka qenë pikërisht gastronomia? Po, gjatë qasoj periudën kom qenë edhe kryetari gastronomëve për Prishtinë, do me thonë për kryeqytet. Edhe kemi qenë jashtëzakonisht angazhuar sa i përket kërkesave edhe problemeve me i shfaqe dhe me i tregu. Ka qenë një pi periudave me të vërtet tepër të vështira, nuk të mjegullta, s'ki ditë ka po shkojnë qa po bëhet, qa po ndodhë. Jemi mundu maksimalisht me nëzirë maksimumin e qasojna qka sa për me mbjetu, për kohën, se hapë më shërë, ka qenë shumë katrahur, e që realisht edhe kam pësu shumë gastronomë dhe shumë biznese që janë mbyllë, kam bankrotu, edhe realisht ja ka dhonë një vi prerje gastronomisë prej momentit nëjse që u qelë tani. Në me thonë, totalisht ndroj, erni, si me thonë, një epok tjetër e gastronomisë, po menoj që do pozicione nga ka mush menë, realisht, tash nëse fullëm realitetin, kemi qenë bajegi jo formal edhe ndaj shtetit, gjë që ajo nga ka mas pandemisë veç që ka vedisu shumë gastronom, edhe në raport me punëtor, edhe në raport me deklarime dhe me gjithë shka, edhe tash menoj që është një fazë shumë e mirë e gastronomve, në atë kuptim. Për ndryshe ka qenë periuda ma e vështirë. Na i nakon gjare, i kemi pas numrat për para edhe na të regreshin sa po mbyllët, sa po shqitet, cili biznes që po ndodhë, ajo mbyll atje, jo mbyll 5 në rrugën B, jo mbyll atje, do më thonë, sërëzisht u konë një periudhë tepër e vështirë. Po, në një anë, nëse më lejot me thonë, ka qenë edhe një farë pastrimi ose kristalizimi i gastronomisë. Pse po thëmë këto? Shumë hapje, shumë një farë zhvillimi jo normal. Për shembull, e ki pas një rrugë 500 metra, e ki pas 7 ose 8 ose 9 lokale gastronomisë. Gastronomisë, po. 6 prej tyne kanë qenë të njëjtin koncept. Edhe, abden, unë gjithmonë jëmë kone edhe gastronomëve edhe kolegëve, unë munësha edhe në përmbledhje,
analizoje pak rrugën, këshyre çka ka nevojë, shumë rëndësi, po. lokacionin, këshyre po esenca është tash sikur pezom është një pizzeri që aty të shjeli dhe një pizzeri unë e pak një 50 metra manej. Dhe më thonë, që si sene ka pas që ka, mos thëmë, po mas 6 muje është dashë më mbyllë. Qëtu kanë qenë një prej kristalizimit, të më thonë, pastrimit dhe vedisimit gastronove që ka dalë. Të këshyrëm tash mos qelëm vish hajtë. Se aj pas ka punë, të shjeli edhe nëse qëtu ka njerës, ka punë. Nuk bëhet puna me kojshi, ose pa kojshi, ose qka do. Bëhet me ti qka dënë, që thujnë stick on it, kjo qitë ju qasojna qka ti dënë me e bo, nëse dënë me pa sukses. Edhe, kështë po e shot tash që nuk ka zhvillim, ka hapje, ka koncepte ndryshme që është shumë mirë po jo veç shkele shka. Po ndalimi pak edhe po e diskutojmë pak këtë periudhë në cilën jemi. Dhe e përmenda edhe në fillim, do ta diskutojmë pikrisht Ramazanin, ku në një farë forme, një numër i madh i qytetarëve tonë dhe se e agjerojnë. Po. Edhe normalisht gastronomia e vuan deri në një pikë, por gjithsesi në anën tjetër edhe shkon me një ngritje çmimesh, sidomos për kohën e iftareve. Kështu, është varet që prapë këthena të konceptet, po varet është prej koncepteve që ka qëfar e bënë. Pezom, me marë si shembull, që është se koncepti coffee shopave është pak ma i dopt gjatë Ramazanit. Mundet me pas mas iftarit një periudhë caktume, ajo është e shkurt, orë efektive janë shumë të vogla të punës. E sidomos të na që vazhdon tjetë kjo ideja që mas orës 8 mbyllen aparatat. Po, janë do vene që ashtu. Janë do vene që vazhdojnë ta kene ende këtë ide. Po, për ndryshe restoranat, tash po këthena pak të çmimet tani këthejmë edhe të... Po, pa tjetër. Çmimet është shumë relative me thona janë shtrajta janë lirë. Po. Varet çka dënë. Ka dhe lirë, ka dhe shtrajt. Po dënë një vend të mirë, po dënë kvalitet, po dënë shërbim të mirë, po dënë pastërti, po dënë gjithë shka ma mirë, potencialisht mundet me qenë pak ma shtrajt. Ose po dënë lokacion të mirë, potencialisht ka me qenë pak ma shtrajt. Se aty determinon edhe qiraja, lokacioni, kvaliteti ushqimit, menyja, gjithë shka tjetër. Edhe kështu që kjo puna e shtrajtimit ose lirimit nuk e di, sa mundet me konë në fundit restorani ose dalja në restoran me ongër, unë e dim edhe në Evropë edhe kudo edhe në Amerikë është ceremoni familjare me shku në restoran. Kështu që të natë rrugës të kalu, unë olësh edhe në restoran. Të s'pëdi sa mundet mu konë luks, ma shumë është luks ku dënë përëndim se të na. Edhe qasja është shumë e letë. Mendon që vazhdojnë çmimet në përgjithësi të jenë akoma të lira në Kosovë për të hongër jashtë, po shprehna kështu lirisht. Ma lirë se gjithkon. Ma lirë se gjithkon. Shumë e vërtet. Po. Ma lirë se kudo në rajon. Ditë kudo me gjeta jashtë të dëshmime, mirë po soj përket kështu Prishtina mundet me qenë pak ma e shtrajt. Edhe venet në Prishtinë mujnë me qenë, po. Disa prej tyre, po gjithsesi prapë se prapë shumica... Ki hapsin që mundesh me pasë edhe ma lirë. Dhe me thonë venet që janë pak ma shtrajt, janë realisht ma luks të marume. Edhe determinon edhe qmim. Për ndryshë sa i përket iftarit ose restoraneve, mujnë me pasë, provoja ma bënë ato, mujnë me pasë periudën ditore ose pauzën që i thujnë ana pak ma e qetë. Mirë po nëse ki organizu diçka për iftar, ki shka me ofru diçka për iftar, menoj që punojnë. Po në përgjithsi e prek sektorën e gastronomisë. Këtu da është ta me dalë, sepse ti po thu që gjatë pjesës, po themi, para iftarit është më e qetë, ndërsa në iftar mund tjetë edhe pas iftarit mund tjetë pak më mirë, po gjithsesi, a është mjaftueshëm? Jo, se orë efektive të punës janë shumë atë shkurta. Edhe mrimja që ati qarkullimit që ti e ki pas mujtë që s'ka qenë Ramazan, është pak bagi probleme e mri. Shtu që, s'pudi, nëse financiarisht qëndrënimi si biznes, nuk është që mundët bashkë që shumë me të botë dëmë. Me ndiku, po. Po, funit bizneset janë që ato që duhet me gjithë alternativa, që me mbulu pak që ato edhe me orë me ofje. Janë periudat të tjera të cilat duhet me gjithë zgjidhje. Po, kështu që unë shpesh i thëmë është edhe çështje menaxheriale vetë venit edhe qysh po dënti me maksimizu periudën.
Patjetër. Ndërsa te kjo pjeca e çmimeve, a e shfrytëzojnë restorantet pikrisht, po themi tani për restorantet me qenë se aty edhe ofrohet ushqim, dhe po i fus në këtë kategori ndoshta. Po më thonë jo, jam shumë jo real. Po. Kështu që po ndodh. Ndodh që e shfrytëzojnë, po në menoj ndodh që e shfrytëzojnë venet që nuk punojnë mirë gjatë të vitit. Ose nuk e kanë një koncept tjetë gjatësisë. Edhe e shfrytëzojnë që thujnë edhe bajramet edhe ato, edhe i shfrytëzojnë qëto momentuma, i shfrytëzojnë edhe kur të vinë diaspora, i prekin qmimet do më thonë, ko. Mirë po, restoranet serioze, restoranet që njifen që jenë gjatë në treg, nuk bojnë kësi manovra, nuk komni që bojnë kësi manovra, realisht e kanë, unë gjithmonë thëmë, qmimet do të me levisel, ki devalvim të parës, ki rritjet shpenzimeve, gjdo fund vet, gjdo vet i ri, diçka del që shtrajtohet, kafja shtrajtohet, furnizime shtrajtohet, rryma shtrajtohet uj, ato që thëmë by default dush me levis të diçka, se për ndysh dhe ti bjen mazha dhe atëhere veç ki probleme financiare. Mirë po që të rritjen, unë gjithë mund thëmë, me bo në koherencë me gjendin që sheki. Edhe me konceptin që ka të ofron. Kështu që ako, se su një thu kesh përdërim, po ako shfrytëzim të momentumeve, si kur kjo për shembull, si momentumi ose muaj i Ramazanit, po. Ndërsa të pjesa e punës, po themi dinamikës të punës, pikrisht në ato orët kur vjen iftarja edhe pas, duhet jetë goxha sfiduese për gjithë ata që punojnë. Qofshin agjerueshëm apo jo? Për shembull, po, ka shumica janë agjerueshëm, po do dhe nuk janë, po i qesin ose organizojnë vetë. Për ndryshe është sfiduese shumë, se që në restoran pregaditja, kvaliteti edhe koha janë, tani vjenë normal edhe shërbimi, janë ndër pikat kryesore të funksionimit edhe të shërbimit, edhe shërbimit mirë, po. Nuk bëjnë pa njëra tjetrën. Po, është si kur te ki diçka me deadline edhe, ose ki me një esej, ose qka do diçka me deadline, ose një projekt, më thonë ti qashtu dush me dorzu edhe ushqimin, që ajo është sfide lojt vetë, se ki me pas, e ki starterat, i ki ato i tuj, tani e ki main course-in, që është probleme i mri krejt njëtën kohë, për shembull, në restorante, une i nëzën dikon nëse zgaboj 4-3-4 ullëse janë. Edhe ta shtit njëtën kohë, qështu e kena edhe në pauzë, po edhe... Plus edhe stafi i cili mund tjetë me Ramazan në ato momente. Edhe stafi mund tjetë me Ramazan. Po, edhe stafi. Realisht stafi kur të kryen krejt. Po. Abden, që ajo është një prej sakrificave. Edhe nuk është e letë me i shërbyt njëtën kohë që ata krejt, se duhet jashtëzakonisht përgatitje e madhe, profesionalizëm, përvojë e madhe, menaxhimi stresit, menaxhimi kohës. Po nëse e ki marrë seriozisht, e bën mirë. Unë kom pas raste edhe vetë kur im shku dika tjetër, më thonë, kanë qenë totalt pa përgatitur, pezo me këtë organizimin. Tani, sa je profesionist me marru një menu, me ditë qka mund është me mëri, se ti me shkrujt shkun qka dush, edhe e blenë edhe qata malë, mirë po përgatitja është periuda kyqe. Kështu që është bagi sfid, se sfid është kryesisht koha. Koha përgatitjes edhe koha e servimit. Më thonë që ajo është një nushëm. Po, në momenti ku me zispret për të ngrënë, pasi... Po, kur të dënë, e bënë. Po, pa tjetër që po. Gjithsesi, kam pa restorantet të cilët edhe kanë vendosur të mbyllin krejt për kohën e Ramazanit. Po, specifikisht nuk e di, po, a diqysh unë mendoj që përvoja e ka bo edhe ato. E ka po, për shambull, vitin e kalume, ose vitet e kalume, po, nuk
ose s'ka pas mundësi edhe... Apo rezultatin nështë s'ka qenë një pushim, në mënyrë që mos me kriju shpenzime, se realisht çdo hapje është shpenzim ditor, kështu që është me vi. Edhe nëse e kalkulon, del që ma mirë është me mbyll një muj, është okej, nuk menoj që është diçka... Humbje madhe, po realisht kursen, edhe që kemi pagu, potencialisht punëtor, nëse dënë me i majtë, duhet me i pagu, se që ashtu e lypë edhe kontrata dhe ligji, që ranë edhe potencialisht tjera, për shpenzime tjera jenë shumë atë vogla ose heqë. Po. Kështu që prapë po thëmë, shumë varët prej koncepteve që ka bënë ti, edhe që ki ofru ma herët edhe... Dërsa tani e kishim diskutu pak çështjen e kafeve, pas iftarit gjithmonë, se po qëndrojmë të kjo teme edhe pak. Çka po ndodh me kafet? Sipas gjitha gjasave, kudo që tenton me hi është mbushur... Po, ajo crazy hours. Po. Po, mas iftarit, sidomos këtu kafet në për mahalla që i thujnë, janë stërmbushna që ata, po thëmë që timingi shkurt edhe janë gjendje, sidomos njës që pinë kafe, i pen 3 espresso për 10 minuta. Me kalu gjithat... Me mri normën. Me mri normën e kafes, po. Kështu që, po mënej, është një farë satisfaction i njerit edhe, po edhe normal edhe i pranorit. Kështu që ajo është periudhë ma halakat, mas iftarit, për ndryshe jeta natës është sidomos për Ramazan, është... E qetë. Shumë e qetë. Po mirë. Që aty është sfida e këtyne koncepteve tjera, po. Që janë të alkoholizume, që ka neja, që ka... Pa për tyre që edhe e largojnë do shta prej menyve, apo të jeshtë shërbime të qatë Po, kom një në për qytetet tjera, në Prishtinë nuk e di, kom një në Mitrovic nëse s'ga bëj. E bojnë që ashtu, okej, kam po të arsyshme, why not? Nuk është diçka që... Po, prap, unë e thëmë, abden vish ka po dënë, abden, unë e kam coffee shopin, kam restoranin, coffee shop s'kam alkohol, në restoran kam alkohol, po ka iftar. Se di tash so është e mira e kjesha ajo punë, s'mos t'hia ne, mirë po, kjo është kjo, ama unë nuk menoj që ka kish pas nevoj me ndru tash krejt për një muj koncept, me bo ato, po është vendimi së cilit personalisht, kështu që... E vërtet. Por i kthehemi pak tek rrugtimi yt dhe po ndalemi pikrisht tek kafet dhe restoranti. Pa tjetër duhet me diskutu këtë pjesë, me qenë se, si që the edhe në fillim, ka pasur ndryshime, sa i përket prurjeve të reja, kështu po e quaj. Aha, ose evoluim, ose ndryshim të koncepteve, ose po... Unë menoj që qëta është shumë ma mirë të shku. Po. Edhe pse, po thujnë, po ka punë ma pak, s'po ka, si për para, po ka njerës që po dinë, njerës që po analizojnë pak ma shumë, edhe po dinë kanë me targetu, unë përsho që po kanë sukses. Po. E tash, nëse këshyrë me kopju dikën, problemin e kinderë. Nëse këshyrë mos me kriju brand, mos me kriju diçka që ka më folë për ty, po vish të qeli, keme pas problem. Krejt është esenca, unë tash, unë e folëm edhe ma herët, restoranin, unë e vetë kom kalu për koncepte në koncepte, tash restoranin e kom koncept edhe menu total italiane, është vllone kom shef në kuzhinë, ka orë prej Londrës, unë 3 vjetë na kemi bu plane për me vendos derisa u hapë, që nuk është hajgare. Edhe dush me ditë që po dënë, dush me ditë kam po dënë ti me pas që aty. Dush me ditë me maru një menu, një menu që ti mundesh me menagju, një menu, një qmime që ti mundesh mi pas përballushme për vetën tonë që biznes, po edhe për klienta. Dush me ditë ku po shkan me lokacion, që ka po dënë pisha ti lokacioni, që ka potencial veni, so ka banor për rrëth, so ka zyra, kom po dënë ti me targetu edhe këqu. Kështu që është shumë e rëndësi, pse, po menoj është shumë evidente pse dështën edhe pse ka sukses.
Unë e pushoj që po ka vene shumë suksesshme, po ka që po mbyllën. Po, njëkohësisht, po. Kështu që unë menoj që ajo është qaj pastrimi që nëse nuk e kuptën si periudhë caktume, si periudhë që është u shku, si trend, edhe si realitet që ka me qenë të ardhmen, atëherë ka me pas probleme, ka me pas mbylli alo. Po. A ka mjaftu e shumë punëtor, sepse ishte një fazë ku gjithë se cili sektor në fakt ankohaj për punëtor. Kjo sfide përgjithshme, jo vinë sektorin e gastronomisë. Dhe si po trajnohen, sidomos unë mendoj që nuk është probleme të a ka njerëz, po a ka kulturë të punës. Se ka njerëz që të vazhdojnë ta kemi, po, si problem. Dhe përderisa e merë si urë kaluese gastronominë, ose diçka tjetër për me mrit diçka, është në rregull, është ëndrat edhe ambicijet e çdo njonit. Mirë po, të na ka problem me kulturë të punës, ka problem me të kuptumnit e punës, arsyem se jarë në punë. Dhe më thonë, më shtjelu në ashta janë shumë banale me u folë, se jashtë nuk folët kjo punë. Kjo jashtë jarë me punu, e din që a kime bo, edhe kemi nejtë gati që asojna për kundrazit lypin orë shtes me punu. Të na, me dëvërtet është me të ardhë keq, se me vetë për çka jarë nuk din me të kalëzu. Din kështu shumë sinqerisht për e thëmë, se përvojave edhe më të mëhershme, ose generatës tem që kemi punu ka 2-13 orë, edhe mos thëmë se na u ka një zoni, se na Europë s'kemi qenë, mirë po ki punu e ki disë për çka po shkone edhe po dënë me bo diçka. E tash është munges shumë e kulturës punës, është munges e disiplinës, do me thonë zero, edhe të njëjtën kohë, s'po di, nashta edhe rrjetet sociale dhe jeta e rrejshme për te rrjeteve sociale, po i ka ndryshu njerëz shumë, edhe po këshyrin me orët e parja ma shpejt, po këshyrin diçka shumë ma shpejt me bo, unë e po shot, nuk është keq me shku me provu jashtë. Unë e kom qenë Londër vetë 5 muaj. Po, unë e kom po që nuk është për mu. Dhe ju më këthyë dhe kom vazhdu prapë me punu këto. Atere kur kom qenë, bënaj ma i ri. Edhe, po unë s'kom ujtë me gjithë vetën. Edhe po më përshok këto. Po shkojnë në Gjermani, po këthehen, jësë po bëjke, jo bënë edhe atje, veç që atje ki disiplina, edhe përsa ta e ki problem atje, se me dosh me punu punon edhe atje. Kështu që këto unë e s'po di, nashta, na shpesh e përmenum, nashta me qitë ligjin për me shku në ushtëri, potencialisht po thëmë që, po, vedisohen që është disiplina. Gastronomia shumë ka probleme me punëtor, ka edhe munges, po unë e pa i shof krejt sektorët, edhe sektori i distribuimit, se na kemi punë bazë auditore me ta, dhe me thonë ndrohen në stop, nuk jënë të knaqën me, unë e menoj që ma shumë nuk jënë të knaqën me, jo vishme, nuk është problemi vish të rroga, se nuk mujna shumë me u ankun sektorin privat, soj përket rrogave, jëmë të folë në kuadrin soj kvalifikum. Basë të kvalifikimit, po. Se e kam bu shumë let me thonë që kash, po që ka bënë për që kash. Adin arsytoma që ku e ki biznesin. Edhe u dheqe. Po nuk din me të kalzu. Kështu që nuk është problemi krejt aty, është pra po thëmë të që ajo ardhjat e parja shpejt, ose që kjo delusions që thujnë të rrjetëve sociale njerës që po menojnë që gjithë shka është mirë, qashtu. Kështu që në përgjithësi unë është që ka me qenë problem. Edhe në të ardhmen. Pa tjetër që po. Qysh është e të ardhmen? Apo cila do tjetë një farë mënyre evoluimi i radhës në vendin tonë? Po shojmë tani koncepe edhe të treja. Sidomos në Prishtinë. Po flasim me qenë se është një... Si piknisje për qytetet tjera, po. Pikrisht, fillojnë në Prishtinë, më pas zgjerohen edhe vendet tjera. Unë mendoj që nëse nuk i kapacitet mu angazhu vetë, ka me qenë shumë sfidë. Nëse nuk e njefë si profesion, nëse nuk je një fara amortizeri i biznesit tënë, që edhe një lokali ka dome dhe sektorët e veta, nëse nuk e njefë, që thujnë mos me mujtë me të lunë kesh kërkush, unë jem shumë happy që e kam edhe vlohëm, se për ndryshe kësha pas shumë problem, se sidomos
në kuzhinë, në kena shefa, po kryesisht jem pseudo shefa, se nuk ka të profesionalizum, nuk ka disciplinum, edhe nuk ka konsistencë, që është një prej elementeve kryesore të restoranit edhe çfarë do biznesi që i përket gastronomisë, kështu që e shoh që ka me qenë jashtëzakonisht problem. E gjithë rrugtimi i një biznesi gastronom këtë rast kur merret me kuzhinën varet pikërisht prej shefit në këtë rast. Sakt. Domethënë është një prej elementeve kryesore. Po, patjetër. Edhe normal, është shërbimi, është pastërtia, është gjithçka janë ato tani që ndërthurën, po është një prej pozitave kryesore që ti s'mundesh me funksionu ndryshe. E unë e shoh shumë problem nëse prap po kthehen atë ajo nëse nuk e njeh si punë edhe nëse nuk din me i bë do punë vet. Unë jam qëtash që zgjenuar shumë pozicione edhe po e shoh sa problem pe kam edhe me punëtor edhe në përgjithësinë çështje menaxheriale, se të mundesh me merr në punë fjalë po janë shumë të mëdha, veprimet po janë shumë më të vogla në krahasim me fjalët edhe kryesisht po vjen te çaj dëshpërimi që pse po zgjenuna që ka shumë kur nuk po kam njerëz me gjetë. Që ato e shoh shumë sfidë të mëdha. Jemi te minutat e fundit beton, faleminderit për gjitha këto që ndajte me ne, krejt për fund, çfarë kishe me u këshillu në këtë rast gjithë atyre që na patën mundësit na shohen, ndoshta për të ushqyerit jashtë, sepse edhe sjellja e konsumatorit në një farë mënyre ndikon pikërisht në gastronomi. Po unë mendoj që kjo gjithmonë ka qenë kultura jona, edhe ngrënia jashtë edhe gastronomia edhe gastronomët e mahershëm që kanë ndonë kulturë në drejtim. Unë mendoj që jena pjesë shtesë e instalimit një kulturës edhe të klientave në përgjithësi të popullatës. Unë mendoj që kemi prurisi shumë të mëdha që kemi mësuar njerëz, jo në kuptim, kemi mësuar me hongër mos të shprehna ashtu, po i kemi mësuar çka është mirë, çka është kvaliteti, çka është investimi, çka është shërbimi, çka është kështu që lirisht më thonë që na krahasohem me cilin do vend botës saj përket gastronomisë. Kështu që po di, mendoj që është mirë me i përkrah bizneset fillestare, bizneset e vogla, nëse shihni që është seriozisht. Po. Sipas teje një pyetje shkurt personale, cila është kuzhina më e mirë në botë? Italian. Italian. Po, nëse më lejohet me kallëzu pse, po më mendimin. Patjetër. Italianët i kanë një përdorin ingredient edhe elementet që marrohet e italianët nuk e kanë flavors sikur pezon meksikanët që e kanë shumë të fortë. E kanë një softness që gjithmonë të jetë në kry, edhe është e thjeshtë. Po. Është shumë e thjeshtë, po lën bresa, lën shije që nuk mundesh me harru. Është një shprehje comfort food. Edhe zakonisht njerëzit kur ndjehen pikërisht në situata nga më të ndryshme, gjithçka që e mendojnë është atë ushqimin që e kanë më për zemër edhe normalisht. Kështu që më ka pëlqyer gjithë, unë e përcaktaj edhe tash restoranin e kam çat koncept, edhe çat kuzhinë, kështu që edhe më ka dalë që ja kam qellu. Ja ke qellu deri aty. Po nuk je i vetmi, ka shumë persona të tjerë që adhurojnë në fund të ditës aty qëndron. Me grekët italianët janë këto dy kuzhina të cilat po çaja mediterranean që është edhe Italian çajo ne na çon. Kënaqësi që të pata këtu, vetëm faleminderit shumë për gjithë ato. Kështu, miqtë mi dashur, dal nga dal na ka ardhur fundi i këtij edicioni, ishim së bashku me Betonin, folëm koqa shumë për gastronominë, krejt për fund po i falenderoj ata që kujdesen për ne, platformën Telkos si çdo herë tjetër, edhe Ujmokne për shëndet më të mirë. S'më mbetet asgjë tjetër veç se t'ju uroj një pazitë të këndshme, një vikend mirë gjithashtu, ne do të shihemi të hënën të njëjtën kohë.